Gripi i shpendëve H5N1 ka ndikuar në tregun e vezëve në Shqipëri, duke rritur çmimin e tyre. Fermerët tashmë i shesin vezët me 5 lekë më shtrenjtë, duke çuar çmimin nga 30 në 35. Për konsumatorët, kjo rritje ka qenë edhe më e ndjeshme, duke bërë një vezë të kushtoj 10 lekë më shumë ose 66.6% më shtrenjtë. Ekspertët e bujqësisë e konsiderojnë këtë rritje të pajustifikueshme, duke argumentuar se Shqipëria ka 7 milion krerë shpend, nga të cilat 5 milion janë për prodhim vezësh. Është një rritje e pajustifikuar sepse ne kemi 7 milion krerë dhe 5 milion prej tyre për prodhim vezësh. Mendoj se kjo ka të bëjë me vendosjen e monopoleve në treg në Shqipëri. Ka shumë pak kompani që merren me importin dhe eksportin e tyre, dhe kjo e bën të lehtë vendosjen e çmimit nga këto kompani, thandos Faslia, ekspert i bujqësisë. Megjithëse janë zgjesuar 430.000 pula, nuk ka mungesë të vezëve në treg. Ekspertët sugjerojnë se ndërhyrja e Ministrisë së Bujqësisë mund të jetë e nevojshme vetëm nëse situata përkeqësohet. Fenomeni nuk është i ri, pasi një situatë e ngjashme ndodhi edhe në vitin 2022, kur çmimi i vezëve u rrit të ndjeshëm pas një vale tjetër të gripit të shpendëve.